Jo pse ata kanë dashur të na bëjnë neve dëm, po sigurisht ata dojnë na tregu neve se tani është ideja se amerikanët këtu kanë vetëm interes amerikan dhe fare s'kan interes për shtetin e Republikës së Kosovës apo Shqipërisë, e cila nuk është fakt, nuk është reale. Dhe tani po shohim se sa e nevojshme është ndërhyrja e miqve tanë për të krijuar institucione, do të thotë interes shtetit, sepse shteti nuk është një emër, nuk është shteti i Republikës së Kosovës Ibrahim Rugova, nuk është Hashim Thaçi, nuk është Albin Kurti, nuk janë emrat të cilat do të thotë e ka emrin Republika e Kosovës dhe duhet njerëzit që të ikim populizmit për të respektuar shtetin para çdo emri apo para çdo asaj që të imitizojmë njerëzit deri në përmasat të cilat janë qesharake. Mundet të interpretohet dhe si një fillim i një izolimi të Ramës dhe Kurtit kjo sjellje apo jo? Po sigurisht, nëse qëllimi është manipulativ i tipit që një ex politikan shkon në Amerikë në zgjedhje dhe vjen publikisht thotë që sipas ka mundësuar që një parti politike atje të fitoj sepse ai ka kontribuar në atë drejtim, do thotë kjo nuk është një qytetar apo një i rëndom të jeni një lider, kjo ndërhyrje e brendshme dhe në fakt ndëshkimet duhet pasojnë nga shteti në të cilin ndojnë interferimin në këtë rast në Amerikë. Ne kemi kryeministin tonë i cili është deklaruar se ai ka kontribuar dhe ka folë votoni partinë e majt të Joe Biden dhe ai ka ndikuar në do të thotë në fitimin e Joe Biden, e cila është qesharake, një lider nuk duhet të prononcohet në mënyra të tilla ose është interferim i brendshëm. Dhe nuk është izolim, ky izolim po është izolim në kuptimin e mirë, jo në kuptimin e keq. Për të dalë nga katundi jon këtu, ju në kulmin në momentin që Donald Trump fliste për përfundimin e luftës në Ukrainë me një telefonat më pas me 24 orë apo me 100 ditë, ju ishit kundër rrjedhës, edhe në biseda që ne kemi bërë, keni deklaruar që ajo luftë nuk mbytet pa 10 vjet. Ndërkohë që atëherë kur unë mendoj që mund të ishte më afër se kurrë, ndërkohë që në këto momente duket se është kthyer e gjitha përmbys, Rusia sipas Zelenskit ka afruar 50.000 trupa, ka pushtuar disa fshatrat, Trumpi e përfundoi atë muin, nëse mund ta themi të mjarrit me Trumpin, me Putinin, duke deklaruar që po luan me zjarrin. Kemi një reagim nga Moska, që flet që situata më e rëndë që mund shpërtej dhe zjarri mund të jetë lufta shpërtimi për armët bërthamore, për të cilat prap vin pikërisht këtu që ju i keni thënë që mund të jetë fillimi i një konflikti që mund të çojë në luftën e tretë botërore. Pra, edhe kjo është një nga ato që fjala juaj, analiza juaj që ju keni bërë atëherë është më reale se kur tani, aktuale dhe ka dalë. Pa sigurisht, zotëri Balla, unë jam profesionist i fushës dhe nuk më lejohet që mos t'ja qëlloj nën 70%. Do të në intervistën tonë nëse nuk jam minimum 70%, nëse se kom qëllu, do të thotë kom dështu profesionalisht. Dhe unë e marr përgjegjësi, ka mundësi gjatë fjalëve, intervistës, edhe të belbëzoj, sepse më nevojitet të mendoj të gjej fjalët që duhet të them, sepse unë jam njeri që duhet më kap për fjalë dhe kam gjithmonë kënaqësi kur tjetri thot këtë e ke thënë, kjo nuk ka dalë, sepse ne gjethemi gabum, por jo të shkojmë në përmasa dramatike, të them vetit profesionist, doktor shkence, dhe të caktosh data të luftës tretë botërore dhe t'ja hoqësh konstant. Dhe të njëjtët të thirrën në për studio prap. Do të thotë kjo është një absurd që i ndodh në opinionit publik,
sepse këta nuk po marrin përgjegjësi profesionale. Sigurisht tani duke ju përgjigjur pyetjes suaj, mund kujtohet që ka qenë përveç në fillim ideja se ushtria dobëtruese dhe kapitulloi. Qysh në fillim. Dhe unë kisha mendimin që jo, kjo është matja që rusët po e bojnë, sepse ata janë të interesuar këtë luftë ta çojnë në vitet e tëra. Edhe trendi na tregon ashtu. Se nëse do të donin e kishin mbyllur me Kievin për 24 orë. Më falë, zotëri? Nëse do të donin e kishin pushtuar Kievin brenda pak ditëve. Po unë kam thënë që e kishin pushtuar, po tani problemi është edhe më i madh është për ta mbajtur në kontroll. Ajo është kosto më e lartë. Prandaj nuk janë shkuar në atë drejtim. Edhe tani përveç kësaj kemi thënë erdhë dhe propozimi i famshëm evropian që të sigurohet atë kordonet dhe gjithë ishin me idenë bilës edhe kujtohet në rastin e fundit në Plan Kosova me debatues, ata thanë është ministri rus i tha presidentit Trump, Mr. President, ajo është e kryer. Tani ç'a ndodhi? Unë thash jo, nuk është e kryer, gjërat nuk janë as afër për të kryer. Ç'a ndodhi tash as një muaj më vonë, as 2 javë më vonë, gjërat po përshkallëzohen. Dhe arritja e një marrëveshje atje është nëse vështirë, këto dy forca po dalin, siç kemi thënë së bashku zotëri Balla këtu, se këto dy forca janë në tërheqje të fuqishme Evropa dhe Rusia për të pas konflikt në mesvete. Sepse mungon vullneti i mirë për arritje politike. Dhe mos arritja e një marrëveshje politike përshkallëzon do të thotë gjërat në terren ku gjithmonë pse bëhet lufta? Lufta bëhet për arritjen e qëllimit politik. Asgjë tjetër, vetëm për një qëllim të arritjes politike të një shteti apo shtetit tjetër. Dhe këtu kemi ne forcat të cilat në regjion, siç është Bashkësia e Evropës, fuqi në ngritje, tani edhe në aspektin e realizmit, fuqi ushtarake e dukshme në ngritje, dhe Rusia anej e cila është gjithnjë ka kapacitetet ushtarake, dhe tani nuk dihet neorealizmi përshkruan zotëri Balla se unë po ngriti kapacitetet ushtarake për të mbrojtur nga Rusia, por percepcioni andej është se çka percepton Evropa që është kapacitet mbrojtës,